një ftesë të tillë do duhej të ishte bëha që në fillim, po me barikadimin e pozicioneve politike që ka ndodhur në ndërkohë me 8 dështime për zgjedhjen e kryeparlamentarës, është pak e mundshme që të ketë ndonjë lëvizje, po që se nuk ndrohet emri i kandidatës për kryeparlamentare. Nëse vazhdohet me insistimin e emrit të njëjtë, unë nuk besoj që do të ketë ndonjë ndryshim në qëndrimet politike as të LDK-s, të PDK-s, sepse tani më janë etablu, janë barikadu në këto qëndrime dhe në kushtet, atmosferën politike në të cilën është kriju, do të shihej si hekje dorë prej parimeve, nëse ndonjëra prej partive politike do të lëshonte pe ose ta votonte kandidatën e propozuar. Zotja Shari, në këtë sens të zhvillimit të fundit pra politike, a mund të ketë një zhbllokim të situatës nesër? Po, nëse shohim tashmë lëvizjet që ka ndodhur prej ambasadave këtu në Kosovë, historikisht e kemi parë që kur janë kyç ambasadat për çështje të caktuara edhe zgjidhja ka ardhur. Ndonë se secili do të jetë rezultati i këtij takimi, po duket që është ftesë e drejtume jo prej vullnetit, jo prej dëshirës për me bëni një zhbllokim situatës, po më shumë për me heq përgjegjësinë prej vetes, sikur ai e bën hapin e parë dhe pret tash prej partive tjera që t'i përgjigjen ose jo, në mënyrë që fusha e presionit kaloj tek liderët tjerë, në këtë rast e zoti Memli Krasniqi dhe Lumir Abdixhiku, po besoj që ky takim do të realizohet, do të mbahet, edhe ato besoj që partitë tashmë do të shprehin qëndrimet e veta që janë edhe publike. Po involvimi i ambasadës amerikane dhe ambasadorit gjerman, pat një reagim prej ambasadorit anglez këtu, domethënë tregon për seriozitetin e situatës pa zgjidhje që jemi futur, edhe detyrimi që ata ka ndikuar çto reagime, sepse Jörn Rëde shkroi sot gjatë ditës, ambasadori britanik ka fol më herët, në ndërkohë ambasada amerikane ka qëndruar në një farë distancë. Pra, apo thoni se është rritur presioni pak nga ndërkombëtarët, apo Albin Kurti vetëm po tenton atë që thotë pra që ta shfaqsoj veten, të thotë që në opinion që e bëra hapin. Unë besoj që mesazhet jashtë publikut i kanë marrë edhe më të qarta prej ambasadorëve këtu, sepse një shtet nuk mund të mbahet peng shkak i natëve të një individi që po shohim që është faktori kryesor pse ka ndodhur kjo bllokadë dhe është çelësi për me zgjidh këtë bllokadë, është zoti Kurti. Edhe reagimet e ambasadave këtu tregojnë qartë që zoti Kurti tashmë nuk ka hapësirë manovre më, po do detyrohet të bëjë një zgjidhje ose të hapë rrugë procesit duke arritur kompromiset të cilat janë të nevojshme kur nuk e ke mundësinë të bësh vetë numrat. Nëse kërkon prej dikujt na duhet bësh kompromise, në këtë rast kompromisi më i vogël do të ishte ndrimi i emrit të kandidatës për kryetar kuvendi, edhe besoj që kjo do të ndodhë.